Si në çdo datë të përkujtimit të shpalljes së pavarësisë, thuajse Muzeu Historik Kombëtar rezervon të njëjtën ekspozit. Objektet periodike dhe dokumentet që pasqyrohen për 28-29 nëntor janë ato të prezantuar ndër vite. E reja që sill Qendra Mbar Kombëtare e koleksionistëve shqiptar janë këto dy dokumente, njëri prej të cilëve vërteton se kjo është pena origjinale që Ismail Qemali firmosi aktin e shpalljes së pavarësisë 104 vite më parë. Është një letër përfaqësimi që Primo Bianchi ja dërgon Dom Nikol Kaçorit në Durrës, ku i jep përfaqësimin për të marrë pjesë në kuvendin e Vlorës. Ekspozitës ku përveç medias dhe ndonjë të huaj i mungojnë vizitorët, simboli i festës disa nga flamujt që datojnë nga viti 1905 deri në 1944, të ruajtur nga familjet Sala dhe Toptani, riekspozohen për aq kohë sa nisma për ndërtimin e një muzeu privat të flamurit ende nuk është konkretizuar. Nuk besoj që jemi në vëmendjen e ministrive, po nuk e di, ndoshta ka projekte tjera për të realizuar në Shqipëri. Në mungesë të një ndërtese që do të shërbente për ekspozimin e 40 flamujve dhe 10 objekteve të tjera historike, Qendra Mbar Kombëtare e koleksionistëve shqiptar e sjell atë virtualisht.